أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون الله جل جلاله المحافظة على أذكار الصباح وأذكار المساء. Kujdes të veçantë ndaj dhikrit të mëngjesit dhe dhikrit të darkës. قراءتها بيقين وتدبر في المعنى. Të lexohen me besim dhe me siguri dhe njeriu të ketë besim kur t'i lexojë. الصدقة لها شأن عجيب كما قال ابن القيم وغيره. Thot sadakaja, lëmosha, ajo thot ka të bën çuditëra me shpresën e Zotit xhalla xhelalu. يغفر الذنب ويدفع غضب الرب. I falen gjunat njeriu dhe njeriu largon prej vetes tij idhërimin e Zotit xhalla xhelalu kur jep sadaka. الصدقة تهلك الأعداء. Sadakaja shkaton armiqtë e njeriu. يشفى المريض من أي مرض بإذن الله. شراب سمون مجدود سمون مشبس نزول جل جلاله. أحد الإخوة الذين كان صلبا في دينه يقول لي تسلطت علي ملكة من ملوك الجنة. Thon, njëri për vëllezërve që ishte shumë I fortë në fenë e tij. Thon, do t'rregon më shejt thon, kisha vërtet kisha hyrë një gjë që ishte një mbretëresh prej mbretëreshave prej perrive. وكانت تحاول أن تؤذيه وما تستطيع. Thon, mundohej që ta dëmtonte, po nuk e dëmtonte dot. فبعد أن يئست منه قالت ما وقف أمامي أحد إلا أنت. E kur I humbi shpresat prej tij, I tha, "Gjatë, prej meje s'ka shpëtuar asnjëri përveç teje." ولولا الشيء الذي في يدك اليمين تقبض عليه لأهلكت. E sikur mos ishte ajo gjë që ki ti man gjithmonë dorën e djathtë, unë ty do të kisha shkatruar. فقلت لها ما هذا الشيء قال تركتني وذهبت. I thash to, çfarë është ajo gjë që më bën në të djathtën time që nuk e lej? Iku, u largua. ثم عادت بعد زمن وأيضا تريد تؤذيه وما استطاعت. Erdhi mas një kohë gjatë thotë, dhe deshet të dëmtonte përsëri, por nuk mundi. فقالت له لو تترك هذه الصدقة التي تتصدق بها دائما لأهلك. Më thanë nëse ti do ta lësh sadakan që ti jep vazhdimisht, unë ty do shkatroj. أمور كثيرة في أمور العلاج. يعني ما نستطيع أن نحصرها، ولكن الشيء الذي أردت أن أقوله يعني لإخواني هنا أن لا نستعجل على الله سبحانه وتعالى. Vëllezër, shumë gjëra që kanë bërë shërimin, pa gjë e më rëndësishme është vëllezër që ne mos të ngutemi në Allahun xhalla xhelalu. ولا نعلق قلبنا بأي أحد. E mos të lidhim zemrat tona me askën për njerëzve. صحيح نذهب عند الراقي هذا يقرأ يساعدنا في هذا الشيء، لكن أنت كرب الأسرة ماذا صنعت في البيت؟ للأسف الشديد يأتي بعض الإخوة وزوجاتهم ويكون الأخ ملتزم وزوجته ملتزمة، يأتي يذهب عند هذا الراقي هذا، تقول له أنت ماذا قرأت؟ يقول والله يعني أنا ممكن في اليوم أقرأ نصف ساعة. Thot, problemi është të njerëz, shkojnë ke lexues filon, ke filon lexues kështu me radhë. Problemi është të pyet valla, mund të jetë kap me fe, kur ti e kam, po ti për vetë çka ke bë? كم لزوجة صور القرآن. يعني هذا الراقي ممكن في اليوم يقرأ 6 ساعات أو 8 ساعات على فلان وفلان وفلان وفلان، وكلهم ليس هو المريض، هم المرضى من أجله. أنت من أجل أهلك أو من أجل قريبك ما تقرأ 6 ساعات في اليوم. سبحان الله. Lexuesi do të lexon dikujt ti gjysore, ti orë, ti orë, I shkon 6 orë, 7 orë, 8 orë ditë. Po ti për fëmijën tat, ti për gruan tat, ti për robën tat, nuk do ta bash. Ai s'ka asnjë gjë për vete, ai është në rregull për vete, lexon për njerëzit e tjerë. Po ty nuk din se fëmia jot, nuk din se nëna jote, baba jot, java jot, dashuria jot. بعضهم يقول قراءتي لا تؤثر مثل ما يؤثر الراقي. Në njëri do të gjallë, se nuk ndikoj ashtu siç ndikon ai që merret me lutje. نقول له نعم لأنك تقرأ 5 دقائق أو 10 دقائق. يثني الفاصل تبقى vetëm 5 minuta që 10 minuta لكن جرب ذهب 3 أيام فقط يجلس يقرأ 4 ساعات يوميا سترى كيف يخاف منك الجن. Thot, I themi këtij njeriu, lexoj 4 orë ditë smurit tat, 3 ditë boje vetëm. Jo më shumë, 3 ditë. وسترى كم تبقى معك الحالة وكم سيتعدل الحالة وكم ستشفى من الحالة. Edhe ke përpamje që si do të bëhet mirë smurit, sa do trember për te gjini dhe gjithë, edhe sa njerëz kanë përshëruar dorën tande me shpresën e Allahut xhalla xhelalu me lejen e Zotit. بعضهم يقول أخاف على نفسي من هذا الجن. Dikush thot kam frikë për gjinin. نقول إذا أنت تحب نفسك أكثر ما أنت تحب زوجتك.
I themi ti do më fort vetëm data apo do gruan data? لا بد يكون هناك إنصاف. Njeriu do të ketë drejtësi. إذا سقطت أنت ستجد زوجتك واقفة بجانبك. Të jesh i sigurt se nëse ti ke probleme gruaja jote do të rritë për krah teje. وستجدها تقرأ عليك وهذا يحدث عندنا. Edhe ta gjesh gruan që do të lexojë ty pa ndërprerje. ولا يهمك تقول ماذا يحدث خلاص. Thonë shkreta, baçë po. فتخيل بالله أن الله سبحانه Shiha وتعالى më din. فتخيل بالله عليك أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك وأنت صاحب المشكلة وما تفعل في هذه المشكلة شيء فكيف تشفى؟ Ti që ke probleme për veten tënde zbazë gjatë, çfarë shërimi kërkon? Me ta shohë Allahu që më shënon robën e tij në këtë gjendje. اذهب عند هذا الرجل واذهب هنا وفي البيت أنت تقرأ Shkon, s'ka problem. Por se ti shpitalet do të kesh program leximin. وسترى الفرق بإذن الله تعالى. Edhe të ta shohësh se cili është dallimi në shpresën e Zotit xhallahu xhelalu. لا أريد أن أطيع عليكم ولا أريد أن أخوض في مسائل السحر أكثر وكثير من الأسئلة بإذن الله تعالى. Po vetë do të mjaftohet me kaq me shpresën e Zotit xhallahu xhelalu do të ndalem në detajet e kësaj pune. Edhe do të mjaftohemi me pyetjet inshallah taala. وغير صوت إن شاء الله تعالى نشكر فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا على تعبه وإكرامه لنا بحضوره في هذا المسجد وإن شاء الله تعالى نحن على موعد آخر مع الشيخ وغير الشيخ مصباري فلندرين dhe I themi me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër, Allahu ta shpërblet më të mirë që na nderon të marrën tënë në këtë xhami. E me shpresën e Zotit, unë do të zgjedh sot disa pyetje, e shehu na ka dhënë fjalën, na ka premtuar me ftiu e pasoni do shkëtu, na ka premtuar që do të vijë herë tjetër prapë, do të trajtojmë çështjen e syut, e mësyshit dhe shërimit për mësyshin, dhe do të kemi një ditë veçantë ku shehu ka sjellë diçka të përgatitur do të fotografuar, ne do ta vendojmë me çon të parë për të parë gjithë inshallah dhe shehu do të bëjë komentin. Pra shehu do ta komentojë dhe do të kemi pra një ditë do ta kemi për syun, për të bërë mësysh dhe si bëhet shërimi, dhe një ditë tjetër do të jetë vetëm pyetje përgjigje. Domethënë çfarë pyetësh na vin gjatë kësaj kohe, unë do të mbledh, do të rendis, do të përkthej gjuhën arabe në mënyrë që mos na hajnë kohë, edhe të japim përgjigje, do të thonë ja bëjmë pyetje të shehut inshallah shpejt e shpejt. Kështu që kemi edhe 2 net të tjera me shehun, nuk e kemi përcaktuar, por se do të jetë inshallah taala kur na lajmoj shehu, unë do t'i lajmoj juve 1 ose 2 ditë përpara. Sot inshallah taala po sjellim disa pyetje, sa edhe shehu nuk do ta lodhim shumë. Dhe jepun e saj të gjen pyetje shqip kur personi është në gjuhë dhe I vjen dikush e ka fort nga fryti dhe do më mbyt ose I thon ti je e imja. يقول شخص بالنوم يعني يأتيه ويمسكه يعني يمسكه من عنقه يكاد يخنقه أو يقول له أو يقول لها يعني أنت لي فماذا يقول هذا؟ هذا يدل على المس العاشق. Kjo tregon se është një lloj magjie që quhet magjia e prekjes. Kjo është një lloj prekje xhinsh që quhet prekja e dashurisë e ishkut. Po pyeta tjetër, është një fëmijë 4 vjeç. Prekje xhinsh, e ishkut, dashurie. Thonë, është një fëmijë vajzë 4 vjeç deri në moshën 2 vjeç ka folur normal. Mbasi ka mbushur moshën 3 vjeç, ka filluar të merret goja, përsërit 5-6-7 herë një fjalë. Përsëritja është shumë e zgjatur. Te Kur'an bin Sabira ibn Arba sanawat. إلى عمر سنتين كانت تتكلم عادي يعني ثم لما بلغ 3 سنين
بدأت يعني تتعثر في الكلام. الآن تكرر كلمة واحدة 5 6 7 مرات وتطيل في الكلام. طيب يعني هذه الإصابات التي مثل هذا المشكلة نحن ما نحسن أبناءنا. O vëllezër, kjo lloj sprove se ky rast në fjalë është se ne nuk I ruajmë dhe nuk I mbrojmë fëmijët tanë. والشخص ليس الصغير فقط حتى الكبير معرض للإصابة سواء بالعين أو بأذى الشياطين. O vëllezër, kjo nuk është vetëm çështje syje, por mund të jetë goditje nga xhin, nga shejtani. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتحصين الأطفال وكان يحصن الحسن والحسين. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka urdhëruar që t'i mbrojmë dhe t'i ruajmë fëmijët tanë dhe pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam I kërkonte mbrojtje Zotit xhelal për fëmijët e tij Hasan dhe Husain radhiyallahu anhuma. وآخر ما كان يحصنهم به المعوذتين. Mbylli mënyrën e kërkimit të mbrojtjes Zotit xhelal për fëmijët e tij me 2 surat e fundit, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas. مثل هذه الحالة إن كانت البنت في حال السنتين كانت فصيحة والناس دائما يتكلمون يقولوا هذه فصيحة غالبا تكون أعراض العين. O vëllezër, nëse fëmia flet në moshën 2 vjeçare dhe pastaj fillon I merret goja etj dhe rronë të përfolën, nëse flet mashallah sa nuk thon mashallah, falë, ishte për ne. Thonë se flet, zakonisht e ka me sy. وتعامل بعلاج العين وهذا سنذكره في العين لأنه يطول الكلام فيه. O vëllezër, këtë do të trajtojmë në këtë rastet e tilla të ngjashme, ne do t'i trajtojmë në mësimin që do të kemi efikas për syun dhe për të ngelur sysh. E koloktur muslime, ta përmend shqipe. E kur është një motër muslimane që ka abortuar 4 herë, doktorët nuk japin asnjë lloj shpjegimi, a mund të jetë kjo magji? E kur janë ashhadu arba marrat, e kur nuk e di nada, sirr ولا تماما لا جواب. طيب هي ما وضحت لنا كثير. Kjo mund të thotë nga ka shpjeguar shumë gjëra. لكن يكون فرق بين العين والسحر. مثلا امرأة أول ما تزوجت حملت ثم سقطت فهذه تدخل بين العين أو بين السحر. Në fakt po kjo është një çështje që duhet sqaruar mirë, sepse kjo mund të jetë magji, po mund të jetë mësysh. Pra nëse femra për shembull martohet dhe menjëherë mas martesës mbetet 7 zë dhe pastaj aborton, kjo thotë mund të jetë sy dhe mund të jetë magji. هذا تحدده القراءة. Këtë e përcakton leximin. وامرأة أخرى مثلا حملت أول واحد وثاني واحد وكانوا متتابعين هكذا ثم حملت الثالث فسقطت هذا غالبا يكون عين. Ose për shembull po, një grua ka kaluar shtazonin e parë e kaluar në Arabi. Mëse këtu ne kaluar surat al-Baqara, ne nuk ne kaluar në rrugën e Albania, أو يقرأون المعوذتين يقرأ المعوذتين ولا يذكر شيء لكن يكرروها كثير. وإذا قرأ إذا يعرف مخارج الحروف. Unë bëra shehun I thash po nëse lexon latinisht me kushtin që personi të di vendaljen e shkronjave, tha po mirë. Një pyetje tjetër thotë si mund të ruhemi nga magjia kur s'kemi mundësi a kushte të ruhemi, sepse unë jetoj thotë në një familje të madhe. تقول كيف نحصن أنفسنا من السحر ونحن ما نستطيع. مثلا تقول مثلي أنني أعيش بين عائلة كبيرة جدا. الله أكبر. Thonë përgjigja dihet ose Allah është më I madh se familja e madhe që keti. A quhet gjunaqar do të qofse dyshon tek dikush për punë sysh ose magji, edhe pse I dyshuar se është I tillë, edhe si duhet të vepruar në këtë rast. يقول هل يأثم المرء إذا شك في واحد أنه أعينه أو أنه سحره مع أن ذلك قد لا يكون صحيحا؟ هل ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ لا يأثم في هذا إذا ما تكلم وقال فلان سحرني. Njeriu nuk merr gjuna në këtë rast nëse nuk shprehet, nëse nuk flet. الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع العين حينما سقط الصحابي قال هل تتهمون فيه أحد؟ Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rastin e atij sahabiu I cili u sëmur doktora e tij se e kishin ngrënë sysh, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, a dyshoni tek ndonjë njeri? قالوا نعم فلان فلان. Edhe tha sahabët dyshojnë tek filani, morën abdes, u la ismurin dhe u shërua me shpresën e Zotit xhelal. Thotë nganjëherë nuk bien dakord për çështje të ndryshme familjare me bashortin.
A është kjo shenjë magjie si duhet vepruar? Te kulanjanën yani hunaka khilafat بين الزوجين ما يعني احيانا حتى ما تجد حل يعني. هل هذه يعني علامات من علامات ما والله يعني احنا كنا نتمنى يكون الوقت اطول، كنا يعني نريد محاضره في تعامل الرجال مع النساء وتعامل النساء مع الرجال. Do të dëshirojmë që të ishte një ligjat e veçantë se cilët burri me gruan dhe gruaja me burrin. Po alhamdulillah kjo është po. ليس معنى أن أتحامل على النساء في شيء، ولكن نقول للرجل اتق الله في زوجتك، ونقول للزوج عليك أن تطيعي زوجك مهما فعل. Jo se nuk duhet ngarkoj njërin prej palëve tonë në problem, po ne I themi thotë, burrave që friksojnë e Allahut në gratë tuaja, friksojnë e Allahut në gratë tuaja, dhe I themi grave, bindeni burrave tuaj. إذا حدث هذا لن تكون مشاكل. Në shpresën e Zotit nëse do zbatohet kjo porosi, nuk do të ketë probleme. أما بالنسبة للسحر فالإنسان يستطيع أن يحدد، تجلسي أنت وزوجك تقول نقرأ سورة البقرة سويا صفحة بصفحة مثلا، أو تشغلوا سورة البقرة وتجلسوا تسمعوها. إذا شعرتم بأعراض معينة حرارة رعدة رعش أو كذا نقول قد يكون هناك في إصابة، ولكن لو استمررتم على قراءة سورة البقرة ستنتهي المشاكل. Ju mund bëni një provë. Ti bashkë me bashkëshortën tënde ose ti bashkë me bashkëshortin tënd filloni të lexoni surën Al-Baqara. Nëse ka shenja dhe probleme do të thotë se ka diçka. Ose të bëni surën Al-Baqara. Nëse ka probleme dhe shenja do të thotë se ka diçka. Si duhet vepruar kur të ndodhë një fatkeqësi? Personat që kanë këtë sprovë për çfarë këshillon? Gjithë mësime për këtë punë ishte. يقول الناس الذين ابتلوا بمثل هذا الابتلاء بماذا ننصحهم يعني؟ هؤلاء نصحهم مثل ما نصحناهم في الدرس أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى اختار لهم هذا النوع من البلاء واختار لهم هذا النوع من التشديد في البلاء. O vëllezër, mësimi ishte pikërisht për këta që janë sprovuar me këtë sprovë dhe këshillat ishin mjaftueshme, por sa veç është më rëndësishme është që ato të lidhen fort me Allahun xhallahu xhelal. Allah subhanahu wa taala la yusibuk wala shay. Ata nisë kjo është një sprovë që don Zoti me ndot ty. A nuk je ti sigurt se po dojë Allahu mos notë kjo gjë nuk ka pas për ndot? Po Allah Allahu xhallahu xhelal që ka ndot. هو اختار لك هذا النوع من البلاء. Allah ka zgjedhur për ty këtë sprovë. وكتب عليك أن تبقى في البلاء سنة شهر سنتين. E Allah ka shkruar dhe sprovuar ty që kjo të zgjasi një muaj, të zgjasi 2 muaj, të zgjasi për një kohë caktuar. Don Allahu xhallahu xhelal. من أكثر من يحبك غير الله سبحانه وتعالى؟ Kush mendon ti se don më fort se sa Allahu xhallahu xhelal? من أكثر حرصا عليك في هذه الدنيا غير الله سبحانه وتعالى؟ Kush është më I vëmendshëm për ty se sa Allahu xhallahu xhelal? ما في. S'ka. ولا أمك ولا أبيك ولا أي أحد. As nona, as baba, as njëri nuk mund të jetë me ty siç është Allahu me ty. الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة، جعل منها رحمة واحدة في هذه الأرض يتراحم بها الناس ويتراحم بها الوحش والطير وهؤلاء، وادخر عنده 99 رحمة. Vëllezër, Zoti ka 100 mëshira, një ka zbritur në botë. Kjo mëshira e Zotit është ajo që mëshiron nona fëmijën e vet, baba fëmijën e vet, kafshët që mëshirojnë veçlit e tyre, zonjë që mëshirojnë veçlit e tyre. Kjo është një pjesë e vogël e mëshirës së Zotit, po mëshira e Allahut për robën e tij. A mund të rritet, a mund të matet, nuk mund të matet kurrë. الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة رأى امرأة جاءت وأخذت طفلها وترضعه وهي تضمه إلى صدرها، فقال رأيتم هذه المرأة وكيف رحمتها بصبيها؟ قالوا نعم. قال أتظنون أن هناك أحد يكون أرحم بها من هذا الطفل؟ قالوا أرحم بها بطفلها؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعبده من هذه المرأة بطفلها. Thonë pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam pa një rast në nënt që po jepte gjithë fëmijës vet dhe kishte stërguar fëmijën në gjinin e vet kështu fort gjatë. Tha pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam, a mendoni se mund të ketë ndonjë që mund të jetë më e mëshirshëm apo më e mëshirshme për këtë fëmijë se sa kjo nën me fëmijën e vet në këto çaste? Tha në pejgamberi Zotit s'besoj se mund të ketë ndonjë që të jetë kaq i mëshirshëm në mendokën se kjo nën me fëmijën e vet. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
Pasha Zotin Allah është më i mëshirshëm me robin e vet, se sa kenon me fëmijën e vet në të çast. فلا تحزن. Kështu që mos u dëshpëro, mos u trishto, mos u rëzit. أيام وقد انتهت في هذا البلاء وسيبقى أيام وستنتهي هذه الأيام وإما جنة إما نار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أهل الجنة. Thotë do vëllezër ditë sprova dhe pastaj do të ketë ditë mira, po pastaj mos harrojmë se do ta lejmë këtë botë përfundimin në xhenet ose në xhenem, nëse Allahu na bëjë gjithë për banorëve të xhenetit. Thotë unë më parë në ndër sikur erdhën disa krijesa për jashtë të përtisnin se donin të fusnin brenda. Unë mundoja ta lexoja me kosmundja. يقول رأيت في المنام أنني يعني أن جاء الناس يعني غير الناس يعني جاء خلق يعني خارج البيت وكانوا يريدون أن يدخلوا في البيت وأنا كنت أحاول أقرأ سورة البقرة وأنا في المنام فما كنت أستطيع. نعم. أقول له لا بد أن تحاول تقرأ سورة البقرة. Atëherë I themi lexoje surën e Bekare وأنت يقرأ. Duke qenë të zgjuar وإذا ما يستطيع يشغلها في شيء. Nëse nuk ke mundësi dhe një kaset të surën e Bekare. Kam një fëmijë 11 vjeç dhe duket sikur është 20 vjeç, smuret 3 herë në muaj me temperaturë. Mjekët nuk japin përgjigje. يقول عندي طفل عمره 11 سنة يقول كأنه 20 سنة يمرض 3 مرات في الشهر بالحمى والأطباء ما يقومون بالجواب. أكثر هذه الأعراض. Shumica e këtyre shenjave janë shenja smundje. Janë shenja syru, të ngrënë në sysh. Kur hafidh al-Jabari azza wa jalla fadilat al-Sheikh idha wajadtu fi يقول إذا وجدت في نفسي تعب وملل لقراءة الرقية هل هذا من علامات السحر؟ Thot, pyet si shejku, Allah të me të shejk thot, nëse gjenë vetëm time thot shenja lodhje ose velerike gjatë leximit të rukjes. A është ky argument se unë kam magji? قد يكون من علامات السحر قد يكون من علامات المس قد يكون من علامات العين. Kjo mund të jetë për shenjat të magjisë, prekjes ose të ngrënit në sysh. Nëse njeriu shpesh në ëndër magjistar në situata të ndryshme, sikur përpiqet të bëjë keq dhe përpiqesh të mbrohesh me dhikr apo qoftë edhe me trup, a mund të merret kjo si argument që ti ke magji? A mund të jetë kjo për shejtanin? Theksoj se kam shumë të afër prej shpirtikëve. يقول إذا الشخص رأى في المنام أن الساحر يعني ساحر الماء في حالات مختلفة يقول وأنا أحاول أتحصن منه بالذكر الله عز وجل أو أحاول أن أتحفظ منه أن أهرب بجسدي وكذا يقول هل هذا دليل أن الشخص قد يكون مسحور؟ طب قال شو مصيب طب Po shej thot, shej për lexoj arabisht, po kështu që po lexoj shqiptar. Po shej thot kam parë ty thot në gjumë sikur po lexohet mua thot surën e Ikhlas. Edhe surat të tjera pas saj. Ti lexosh edhe prej veshëve të mi doli diçka po më di se çfarë ishte ajo. Çfarë është përgjigjja e Zotit Ruajt? Thot porositë që të lexoj sa më shumë surën e Ikhlas. سورة الإخلاص عجيبة في علاج الأمراض وخاصة بذكر الإنسان معها. أو غير سورة الإخلاص، وش سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد. أو غير سورة الإخلاص është e çuditshme në shërimin e magjive. Sidomos për ata njerëz që kuptojnë kuptimet dhe domethënien e kësaj sure. Thotë gruaja ime në javën e 3 ose 4 javësh të shtatzanisë fillon të çante pa e ditur pse. Si e shpjegon? Kur زوجتي في أسبوع الثالث والرابع من الحمل تبكي ما نعرف السبب يعني ما تفسير ذلك. أيضا لابد أن نوضح أول حمل ولا حمل الآن. Ka nevojë për të sqaruar më shumë kjo pyetje është e para,
çfarë shtazania është. لكن غالبا العين. Por në përgjithësi sy. Bëhet fjalë për një dea 13 vjeç ai bën sjellje të çuditshme të tjerë zakonshëm. Për shembull, në rast se i kruhet trupi fillon të qajë shumë të shtueshëm, frikëzohet shumë, sidomos nga veturat. Kur kalon në një veturë trembet shumë dhe mundohet të largohet sa më larg. Gjithashtu frikëzohet edhe në gjumë. Ndonjëherë kur vdes dikush ai e vajton dhe e thirr me emër të vdekurin, i mbyll syt, i hap shpejt. Këto janë disa nga simptomat e tij. Ky djalë është brenda xhamit të mirë. Faleminderit. Thot, يقول هناك ولد عمره 13 سنة يقول يعني يعمل حركات وأشياء عجيبة يعني يقول مثلا إذا بدأ يحك له الجسد يبدأ يبكي ويبكي بكاء يعني بكاء يعني عجيب يعني يقول يخاف من السيارات إذا مرت السيارة يذهب بعيدا يقول كذلك يخاف في النوم كذلك إذا مات واحد يبكي كثير ويذكر اسمه يغلق ويفتح عينيه يكون هذه بعض علاماته وهو موجود في المسجد. أيضا ما وضح لنا هذا قد تكون عنده حالة نفسية قد يعني لا نجد لهذا لكن يعني ما وضح لنا القصة كاملة. Thot, nuk është sqaruar fort mirë thot, po mund të jetë simptom psiqik, domethënë çështje nervore, mund të jetë diçka tjetër, nuk është sqaruar domethënë ai sa më kuptuar mirë domethënë. Por një grua shtatzën ka parë në ëndër që një gjarpër e ka ndjekur dhe ka kafshuar. Imratun Hamid apo vazhdon pyetjen? Sual topi marrë sa më. Në vëllën të në intahat. Më pas po fëmia ka lindur, prej saj ka lindur me probleme të mëdha në zemër dhe çrregullime të mëdha për të cilat duhet disa operacione për të rregulluar zemrën e fëmijës. Gjithashtu gruaja dhe burri kanë ftohje me njëri tjetrin, e duan njëri tjetrin. Çfarë na këshillon? Mundet magjia të jetë prezente akoma? Shënim kjo familje e kapur në fenë e Allahut që të shërbejë fëmijët e tjerë kanë lindur të shëndosh. تقول امرأة حامل رأت أثناء الحمل أن حية تسعى خلفها ثم لدغتها ثم يقول الولد لما ولد وهو عنده مشاكل في القلب يقول يحتاج لإصلاح قلبه عدة عمليات يقول كذلك الزوج والزوجة يعني شيء إنهم شيء من الجهود فيما بينهما يقول هل قد يكون السحر هذا أيضا بأن هذه العائلة كلهم متمسكون بدين الله عز وجل والأولاد الآخرون صالحين. أعراض السائل من مسألة رؤية الحيوان رؤية الحيوان أو كلب إذا عضه أو لدغه هذه علامة إصابة يعني علامة مس الشيطاني. بس هل هذا المس بسبب سحر أو عين؟ هذا تحديد القرار. Kjo shenjë prekje gjinç, pa është prej syru, apo është prej magjisë, këtë e përcakton leximi i Kuranit. Por i thon për magji dhe për sysh e fut dikohet personi dhe e përcakton. Pra, është çështje që është aty në njerëz që merren me punë. Kur një burr dhe një grua janë në magji, nëse shohet njëri, magjia është prishur, إذا كان السحر يعني لزوجين إذا شفي أحدهما من السحر هل معنى ذلك أن السحر فسد؟ بعض الأوقات يكون السحر على شخص واحد كأن يكون مثلا فلان عمل له سحر حتى يعني يعود يتزوج مثلا امرأة فيكون السحر عليه وبعض الأوقات يكون عليه وعلى زوجته فهذا يظهر مع العلاج إذا شفي إنسان يكون انتهى إذا آخر ما شفي يعرف أن هذا شيء مضر. Thonë kjo kthehet mbas kënimit dhe shërimit. Nëse s'kan më probleme të dy, kur shërohet njëri do të thotë se ka qenë problemi vetëm në një. Nëse shërohet njëri dhe vazhdon problemi tek tjetri do të thotë se vazhdon problemi. Janë një modër muslimane, do kanë bërë magji dhe kanë pasur probleme gjatë shtazanisë.
dhe vajza që kam lindur as nuk flet, as nuk dëgjon. A kanë bërë këto probleme që kam pasur unë nga magjia? Unë vetë kam bërë rukje dhe jam më mirë. Gjindi që kam pasur në trup ka folur gjatë rukjeve dhe ka thënë se goca ka 3 gjindë në trup. Vajza është 7 vjeçë, shekë ndërruar për mund të nuk të bëj për vajzën, a mund të më vini një takim për shërë në muslim. تقول أنا أخت المسلمات سهرون كما كنت حامل. تقول والولد من بنت لا تتكلم ولا تسمع. هل هذه لها علاقة بالسحر؟ أما أنا نفسي رقيت نفسي والآن أنا جيد. الجن تكلم في جسدي وقال لي أثناء الرقية أن بنتي لها 3 جان في جسدها وهي الآن عمرها 7 سنين. يقول ماذا أفعل بالبنت؟ Po mua duhet me i lezu fëmis shumë, edhe duhet me i fry shumë, edhe duhet me i fry, pra lexim edhe fryrje. Edhe duhet me fërku me i bo masazh me vaj të kënduar, pra vaj i kënduar me rukje, edhe duhet me i bo, me fërku shumë, trupin e saj me fërku mirë, do të thonë me bë masazh me vaj të kënduar. Ta përkoj 7 deri 10 herë në ditë. E me shpresë në Zotit ka për të parë rezultate të mira. Nuk ka mundësi të plotësoj pjesën tjetër të Të ndërruar shef, a lejo që t'i shajnë ose t'i përbusin pleqet kur bisedojnë me njëri tjetrin, ose magjistar, ose varët e mira gjithashtu. Yaqul fadilat الشيخ هل يجوز لنا أن نسب الزاويات أو لما نتكلم فيما معنا فيما بيننا أو القبور هذه التي تعبد من دون الله أو الصحراء أو القبور أو الأماكن الطيبة هل يجوز مثلا نسبها فيما بيننا ونستهزئ بها إلى غير ذلك؟ والله نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الطعام ولا اللعان ولا الفاحشة Në thënë me jamës i Zotit sallallahu alaihi wasallam nuk shante, nuk ofendonte, nuk fliste fjalë shëmtuara. ولكن إذا كان بيننا أناس مثل عمر بن الخطاب كان يتكلم في هذا وما كان ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. Ka pas kohë pejgamberi sa në bora se Omeri fliqin prezencë pejgamberit sa në pejgamberin nuk i ndalonte. بل كان يؤيد قوله. Përkundazi edhe e forconte mendimin e tyre. ولكن لا يكون من أجل الإنسان يعني يتسلى بهذا الأمر لا. Ta nuk janë çështje që njeriu lozë me to. Po vetë sikur safi i 17 ulet, safi 18 nuk ka për të bën. Kështu që ulur inshallah. Allah është vërtet më i mirë. الإنسان إذا تكلم فيه خطأ لا بد يبين للناس بطريقة علمية كيف أن هذا الشيء خطأ. O vëllezër, nëse duhet të sqarojmë gjëra, duhet të sqarojmë në formë shkencore. Pra nëse thuhet që nuk bën më shkupje teqja, ke vorë, ke vënë mirë, po e diun atje duhet të sqarojmë këto gjëra me argumente, që të jetin ta bindesh, nuk është kjo punë e shahut në vendim me atje. نحن من قبل كنا نذهب عند المكان الذي يذهب فيها الناس القبور وكنا نذهب ونتناقش معهم ونتناقش مع صاحب القبر بطريقة مؤدبة وبطريقة علمية. Ne do shkojmë në rast të tilla, foshim me pronarin me të Zotin e varrit me fjalë. I florishim, foshim debat në formë më të mirë, në mënyrë më të mirë, e këshillojshim me tjetër. نقول للناس أنتم الآن واقفون هنا تقولوا لهذا يعطيكم شيء والله يقول لكم تعالوا ادعوني أستجب لكم هل تصدقون الله أو ما تصدقون فكان بعضهم يقول والله نحن جئنا يعني سمع الناس يقولوا هكذا جئنا ننظر. I thoshin njerëzve që çfarë bënë njerëz, Zoti thotë hajde të tekun lutë unë mos më përgjigjem. Si shkon te ky që është i vdekur kështu. Sa për të thënë bëra kemi dëgjuar njerëz dhe po shkon të nëmë se njerëz të tjerë. Po ai vani aqbal النقاش. E gjëra e mirë thotë është se shqiptarët e pranojnë debatin. نعم إذا تناقشت معهم هكذا نقطة بنقطة يقبل منك. Shqiptarët po debatosh me atë pikë me qetësi e pranojnë debatin. وإذا ما وجد الاحترام ووجد الاستهزاء لم يقبل منك كلمة ولا كلمة. E ti është i sigurt ose shqiptari nëse nuk qenë prej teje thotë, respektin, nderimin nuk pranon prej teje asnjë fjalë, edhe nëse ti çdo gjë që thuhet vërtet. شيخ الإسلام تيمية كان قد يتكلم مع بعض الناس وهم ضده وكان يجلس يتناقش معهم ثم يرفض ما يخطئ عليه.
Shekhu Islam Taymija thotë për shembull, një për rasteve më të bukura do të kishin kundërshtarët armiqtë e tij, ju fliste në formën më të mirë, në urtësi, me butësi dhe i rinë dhe ikte. والرسول صلى الله عليه وسلم ثم قابل اليهود ما كان يشتمهم في وجههم ولا يقول لهم كذا، كان يقول لهم يا محمد إن الله سبحانه وتعالى خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول للصحابة نعم هذا القول صحيح من عندهم، يعني يؤيد الشيء الصحيح الذي عندهم. Thotë, pejgamberi sa herë takoi me çifutët në Medinë, nuk ka ndodhur ndonjëherë që Ishaja apo të ofendoj. Jehud pra, hebrej. Ose ka pas raste që në prezent pejgamberi thoshin që Zoti bën këtë gjë çështë pejgamberi thotë po kjo është e vërtetë. Çifut, po kjo është e vërtetë kjo. وفي موضع آخر يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا ربهم مساجد. Po, në vend tjetër thoshte, mallkimi Allahu qoftë për gishterët e çifutët, se vonat e profetëve dhe njerëzve të mirë këtyn në vend e adhurimit. فالإنسان يعني ما يأخذ هذا على باب الاستهزاء. Kjo gjë nuk duhet marrë për tallje, po duhet marrë me seriozitet të madh, se i thon shirk, i thon tauhid. Yekul fathul fam. Pyetje, thot hapja e gojës ose dëmja në gjumë, a është magji? Yekul fathul fam. هذا عارض العين، أكثره عارض العين. إذا كان باستمرار يكون عارض العين. عارض العين من الطعم. كيف؟ تكرير. لا شيء طبيعي. O vëllezër tonë, nëse hapja e gojës është normale për idalljes mundit të tjetër, kjo është normale. Ama nëse nuk është normale, zakonisht është shenjë për shenja të ngrënit në sysh. وخاصة إذا قرأ القرآن وقت الصلاة. إذا قرأ القرآن وقت الصلاة إذا شعر بهذا هذا عارض العين. Sidomos nëse lexon Kur'an gjatë namazit, edhe i vjen i hapet goja do thotë se është çështje në syshi. Thotë kam parë në ndër që po më bëjshin në rukje, por unë nuk pranojsha. I thosha nuk kam nevojë për rukje dhe më hapën dhe më kapën dhe po më bëjshin rukje. يقول رأيت في المنام أنهم كانوا يرقون من يعني ولكنني ما كنت أقبل قلت لهم ما عندي حاجة للرقية يقول مسكوني وقرأوا علي رقوا مصر الضرب بالشاشة مصر بالمرأة مصر الضرب A qëmë po të nësë murë nga kjo sëmundje, po të thëmë vetëm një shenjë, kur burin në tha do vemi në xhami se ka ardhur një sheh arab, mua më shkoi mendja te ti se ju më keni bërë rrugje nga telefoni para 4-5 vjeç. A është për shejtanit apo ndjesi? تقول تعتبر هذا الشيء هذه الأعراض أعراض المرض يقول شيء لما زوجي قال نزل في المسجد جاء شيء عربي يعني فكرت فيك لأنك رقيتني قبل 5 سنوات عبر الهاتف في هذه الشيطان ولا شيء Tradita ime është thonë nuk lexoj nëpërmjet telefonit. Pra nuk është ky shehu, ai shehu. Selamu alaikum wa alaikum salam. Gruaja ime thotë shikon ëndra që pastaj ndodhin në realitet. Dhe kjo ndodh shumë shpesh. A është në një formë magjie kjo? Sepse kjo gjë para të operon, Allah shumë lehtë. E kur e sheh zonë ditë shumë rruja, ta rrugë që më nam, të kur më në vijara të më nam, ja sa të gradi, e kur i nuk shej dhe në ati, e nam gjatë të dhe më kur më nga shej, ja sa të gradi. هذه أعراض المسلمين. Thotë kjo është shenjë prekjes prej
vjajve për shejtanin, që ose është kjo gjithmonë. Thot vllai në pyetjen e tij, do të vërtetë shqiptarin. E ke parasysh atë që peshon diçka natën, duke si po të merret frama. Keni parasysh këtë? Zjedha, zonë të Po dhe të cifu, është çështja e erkarve e dhikrit të gjumit tot. Dhikri i gjumit, përmendja Allahut para gjumit. Sa mendoni ju se është dhikri i gjumit, i gjatë? Sa mendoni do më shumë se 20 përmendje të Allahut para gjumit? في أشياء صغيرة مثل آية الكرسي وخواتم البقرة وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذه أشياء صغيرة. Ka gjëna të vogla ato dua të vogla kelimat e Allahut Taamati, funi i Bakares ajeti kursi, të surat e Qul huwallahu falaq nas kanë gjëna të vogla ato. وفي سورة الملك. Ka sura Mulk, sura Tabarak al-Ladhi, سورة السجدة. sura Sajda, وفي سورة الإسراء. sura Isra. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. Pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam bonte këtë gjë. ونحن ما نفعل هذا. Ne do të ndërtojmë ato të vogla. نحن أخويا ما يمكن. Ne s'kemi nevojë do të gjëna të vogla të të dalim lamë. فأكثر الناس تجده يعني عند النوم ما يذكر الله سبحانه وتعالى ولو أنه قرأ آية الكرسي أو قرأ خواتم البقرة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأها في ليلة كفته. Vëllezër thotë, shumica për nesh thotë asaj të kursi nuk lexojnë. As fundin e Bakares nuk e lexojnë. Ajetin me ما تأخذ منك دقيقة. as 2 minuta nuk mori për te të sej. هذه الشياطين الإمام ابن القيم يقول الشيطان ما يترك الإنسان حتى في نومه يأتيه بمثل هذا. Vëllezër, dhe çfarë është kjo thotë? Kjo thotë është gastim për shejtanëve. Shif çaj nati dhe urrejtë ka djal për njeriu. As në gjumë nuk e lënë vetë gjumë rahat. لهذا طول الوقت أنت في يدك لكن عند النوم تقول هذه الأذكار حتى الله يحفظك. Për këtë arsye njeriu vazhdimisht e përmend Zotin. Kur njeriu flet gjumë, thotë që Zoti ta ruaj kur ai nuk ka mundësi me përmend Allahun xhalla xhelalu. Një motër muslimane dhe një vajzë që i kanë bërë magji, ajo vjen litar, myje, i kryet shumë fytje dhe ka gjakderdje me kohë zgjatje për 3 javë. Ajo ka filluar të falë namaz për familjen e ka jashtë islamit. Të kuluf muslime arifuha صحروها وهي تقول تتقيأ حبل وهذا الحبل يعني معقود عليه ويكون ينتفخ أوضاجها وعندها استحاضة يعني أو يعني حج يستمر 3 أسابيع. الآن هي بدأت تصلي ولكن عائلتها خارج الإسلام كما يكون نصيحة. Pyetja cila ishte këtu me fjalë? Na tregoj një ngjarje nga jeta. Po cila është këshilla jote në këtë rast? هنا دور الأخوات المسلمات من يكفرون. Këtu është obligimi i motrave muslimane që mësojnë për raste të tilla që të qëndrojnë pranë motrave të tyre. أذكر قصة لامرأة داعية في أمريكا. Kujtoj një rast të një motre besimtare thirrse në Islam në Amerikë. جاءت مرة تخبرني تقول لي حدث عندنا في المسجد هناك أن بنت عمرها 17 سنة هكذا فجأة صرخت وأصبحت تجري في المسجد. Më tregoi se erdhi për një vizitë dhe më tregoi o shefi ka thënë atje në xhami në Amerikë na ka ndodhur një vajzë 17 vjeçare pa pritur pa kujtuar filloi të vërtiste, filloi të lëvizte, bonte lëvizje të çuditshme. قالت فأمرت كل الأخوات الذين اللاتي كنا في المسجد قلت لهن الآن كلكم نقرأ سورة الفاتحة وهكذا كلنا نقرأ على سورة الفاتحة. U tash motrave ato që ishin në xhami o motra tani siç jina të gjitha do të fillojmë surën e Fatiha dhe surën e Bakara. Surën e Fatiha vetë. فكانوا يقرؤوها ويكرروها يقرأ حتى صرخت وقامت ما في شيء في نفس الوقت. Po do vëzër e kanë lexuar
kanë lexuar pa ndërprerje derisa bëri një klim edhe u shërua falëndrimi që Allahu xhallahu xhallahu. Hada duaja pa ndërprerje. والله لا نبخل على إخواننا وأخواتنا من شمرات الدعاء. O vëllezër, pas Zotit thot, mos tregoni me kopras për vëllezërit e motrat tona të prekur me këtë smundje me dua. Ti lutemi Zotit që të xhelalu për to, që Allahu të shërojë. Disa njerëz shkojnë tek disa hoxhallar që merren me xhin dhe besojnë se i bëjnë mirë dhe këtu Shqipni besojnë shumë në vendet e mira të heqe dhe ka për atyre që falin 5 vakte namaz të Allahu shpërblet. Pyetja cila është? Përfit me babën nëse në shumë të aula e shumë hoxhallar në dinë e kanë në Bixhan au janë të duan në zawiya هي شاطئ بالبلد تمام والله ما عندهم يصلون. يعني نحن نقول ماذا؟ الحلال بين والحرام. Vëllezër vetëm më thonë vetëm një gjë thonë. Halali është i qartë, e lejuar është i qartë dhe harami është i qartë. وهذا شيء نحن نسأل عنه يوم القيامة الله سبحانه. E për të punë do të pyetemi përpara Allahu xhalla xhelalu ditën e gjykimit. قد يسكت الإنسان في أمور من السنن أما أمور توحيد العقيدة ما نسكت. O vëllezër, njeriu mund bjerë sunete, nafile, por nuk mund bjerë çështjet e tauhidit dhe të shirkut. تغير الإسلام في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد بسبب ماذا؟ بسبب انقطاع العلم وأهل العلم. بسبب الشرك. O vëllezër, ka ndodhur çudia në çështjet e fesë të këto vende dhe vendet e islamit. Çështje nga më të habitshme. E di pse? Se nuk ka pasur dietar dhe njerëz që japin dietë saktë. حتى تركيا التي كانت منار الإسلام تغيرت. Edhe Turqia thotë që ka qenë drita dhe menarja e Islamit ka ndryshuar çdo gjë në të. وهكذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم به لأن قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب بلاد دوس نساء دوس على ذي الخلصة يعني حتى يرجع الناس يعبدون الأصنام والقبور Pejgamberi في جزيرة العرب. Pejgamberi sa ka lajmëruar për këtë kur ka thënë se nuk do të bëhet kiameti derisa të kthehen edhe një herë adhuruesit e idhujve siç kanë pas adhuruar më përpara Zotin e Ru. في العالم السعودي. Nëse do të kjo, nëse bëhet fjalë për vendet e gatishullit, يعني لا يظن الإنسان بكلامي أني نقول الناس كلهم على خطأ لا نقول الشيطان ما يضل أحد. do të thonë me këtë që shejtani nuk lë në radhë njëri. الرسول صلى الله عليه وسلم بين الطريقة الصحيحة في العلاج ولكن كثير من الناس ما عرفوها وكانوا باقين على الشيء الذي تعلموه فالشيء الصحيح في هذا نقره والشيء الخطأ لا نقره. O vëllezër, mënyra të shërimit janë shumë, po diçka për aty është halal dhe diçka është ndaluar. Halal do ta pranojmë, do ta vazhdojmë, e atë që është ndaluar do ta ndalojmë, do të themi që është e ndaluar. عندما كنت هنا في ألبانيا كنا نأخذ بعض الناس بعض التمائم ونقول لهم نفتحها وننظر ما فيها فكانوا هم يضحكون عندما ينظرون فيها. O vëllezër, do të mendon shumë herë për Shqipëri, kur kemi qenë në foto, i meshit dhe japshin muskat, kur ata tregojshin njerëzve çka ka po hoxha aty qeshin njerëz do aty. وإذا وجدنا الآن هذه المسكات سترون فيها العجب. A nëse do të kemi në një muskë të lotë, pra ashtë do t'ju do të qishtë të qodira atë. Se më rata e në një. والله امرأة كانت تشكو من صداع في رأسها وكان يأتيها الشيطان دائما فقالت لو شفيت سأترك هذه التميم. Në erë në thotë njerë një grua që kishtë të vinë një kokën çuditshme thotë. E majtë e muskë në vete. I vite, erë në ke shefën dhe i tha, po të shërohë mund të ta hundët atje. أخذتها منها فتحتها والله فارغة. Pasha Zotit thotë, e mora, hapa ishte poshtë fare. ورأتها بنفسها. E pa në sytë e vetë. قالت والله 15 سنة أنا معلمة. Tha pasha Zotit, ka 15 vetë shekë që e majnë qarë. أعطيتها شيء القرآن للشيخ العلمي كان سورة ياسين والصفات قلت لها اسمعيها هذه 20 يوم وترد جاءتني والله بعد 3 أيام قالت رأيت مثل الكرة مثل اللهب هكذا تحترق وذهبت في كل شيء. I tash do t'i ka sejtë në surën Yasin edhe surën Safa edhe i tash gjoje 20 ditë hajde mas 20 ditësh. Me herë do mas 3 ditësh. Në ta shek, pasha Zotit pash nisi lëmsh të zjarë që po t'vigjen edhe tani nuk ka masë dhe problem. فيعني هذه الأشياء التي في التمائم نحن ننظر فيها ولكن غالبا ليس صحيح. O vëllezër,
ligjëruar لو قلنا أن التميمة مكتوب فيها آيات أو سورة هي أكثر أو هذا المصحف الصغير الذي بين أيدينا المصحف الصغير الذي يكون بين أيدينا هو أكثر منها ولن ينفعنا نحن نحمله في جيوبنا وطلاب حفظهم ما ندرى عنه بلاء إذا وقع البلاء. Nëse do të thoshin që nuska ka disa ajete kuranore, ose është më shumë Kur'an, nuska që mund ketë disa ajete kuranore, apo Kur'an e vogël që mund marrë një objet. Padyshim Kur'ani është i tërë, pavarësisht se është i vogël. Thonë nëse Kur'ani i tërë nuk i thon dobi njeriu, si mund të bëjë dobi me fjalë se po mbart diçka në qafën e tij të varur. ضربنا مثال نضرب في مسألة هذه المسائل قلنا الإنسان إذا عنده مسدس هكذا وجاء السارق يسرق هل يقول أنا انظر عندي مسدس ما أعجبه في رقبتي يقول انظر يا سارق؟ لا لابد أن يذهب يستخدمه وهكذا القرآن نحن ما نأخذ القرآن نضعه في جيبنا ويأتي الشيطان نقول له انظر هنا عندي أنا عندي هنا لا أنا أقول له أعوذ بالله منك الله لا إله إلا هو أعوذ بالله من كذا لا بد نفعل يكون هناك فعل. Në tjera në thotë një shembull nga jeta, se dikush e ban një armë varur dhe vjen ai lutem me vjet ose me i pa dëm, thotë gjos e ka varur ose e dorë në pres. E dorë në pres thotë një papa këtu lata. E na i vjen dhe thotë se ta punën ai bjerë. A u dhe thotë si thotë ti لا بد السنتين. kështu thotë, duhet me përdor, mos e përdore. Kështu do puna Kur'anit do pa manje. E I du shejtanit që gjohë, o shejtanit ka fukje gjepi. Po së rrujtë, po së mbrojtë, s'ka përbasi ka. Thotë kjo motra të pyetën e saj kam një infekcion të rënë në kockën e dhëmbëve, I cili me ka kryer kockën dhe është ulur shumë nivelli I kockës. Doktori më ka shpjeguar që është operacion I vështirë dhe ky infekcion vazhdon vryerjen. Ka parë një ëndër që disa njerëz ishin rreth meje dhe për ditën ata u munduan të më mbanin duke u munduar të më bënin keq, bashorti Im arriti të shkëputej, ndërsa unë ngela në mesin e tyre dhe ndeta dhe ndjeja marrja frymën në ëndër. عندي اجتهاد في عظم الأسنان ودائما يعني الأطباء يعني يخدشون العظم حتى الأطباء ما يعني يستمرون هذا الاجتهاد يستمر وهم يستمرون في خدشه حتى يكون عظم الأسنان بدأ يصغر حجمه. تقول رأيت في المنام الناس كانوا حولي وحول زوجي هم أرادوا يعني أن يفعلوا بنا شرا زوجي انفلت منهم أما أنا بقيت فيما بينهم وكنت أستمع وأنا يعني في المنام تنفس. Thotë, nëse I njeh këto njerëz që mund të jenë ndoshta edhe për të afërm të saj, kjo tregon se është shenjë për shembull të syll, pra për të ngrënë në sysh. Marrëm shiri të pak në Islam. Edhe 5 minuta do të shefu dhe do ta mbyllim inshallah taala. Do të jetë pyetje që kanë shkëlqyer. Ku është dallimi mes vesveseve që I vijnë njeriu nga shejtani dhe prekjes ose ndikimit të magjisë? يقول كيف الفرق بين الوسوسة التي من الشيطان والفرق بين الوسوسة والمس أو تأثير من العين. كل هذا ويقع في السحر أيضا. كل هذه الأمور تدخل في مسألة الوسوسة يدخل فيها الحالة النفسية ويدخل فيها إصابة المس ويدخل فيها العين ويدخل فيها السحر. Gjitha këto gjëra O vëllezër, do të gjitha këto gjëra ndodhin. Dhe ai që e ndan meselen në këto çështje është leximi, rrugëja.
Rrugja, a që është marrë atë punë, është një zamatin, e da Allah pësë është gjendje shpirtërore, gjendje nervore, sy, magji, prekje. Alergjia si mbas analizave mjekësore nuk I gjendet shkaku, ata të bëjnë magji, hipertensoni I gjakut. Alergjia që si mbas analizave të gjakut nuk I gjendet shkaku, edhe hipertensioni që s'ka shkak me analiza shkak mjekësor, edhe kanceri, nëse për kancer bie që s'ka shkak, a kanë lidhje me magji. الحساسية التي لا يوجد لها حل طبي حساسية. Alergjia që nuk I gjendet shkak se mas mjekësisë është sy. يقول وضغط الدم الذي لا يوجد سبب. Sy, edhe hipertensioni që nuk ka nuk gjen shkaku sy. Kur sa pa. Nëse kanceri, nëse nuk është shkak fizik, pra prishje gjyqysh shumë, thotë më shumë është sy ose magji, më shumë sy ose magji. E kemi parë të gjitha këto. Ka magji nuk ndjen kënaqësinë e besimit, si më parë, çfarë do të bëjë për forcimin e besimit. Personi që ka magji mund të mbetet shtatzën. الشخص الذي مسحور إذا لم يشعر بلذة الإيمان كما كان يشعر من قبل ماذا يفعل؟ يصبر ويستغفر الله كثير ويشهد في الطاعة هذا يحدث حتى للإخوان. Odo vlezër, nëse ndodh kjo, ose motra shoh pyetje ose pyetja, të shtoj adhurimin. Të shtoj adhurimin. أو بمعنى آخر كما كان يفعل الصحابة والسلف الصالح كان إذا فاته مثلا قيام الليل أو فاته شيء يقوم يصلي بالنهار مثلا أو يفعل شيء هكذا مثل العقوبة. O vlezër namazet bëj si shbojsh salat. Nëse ikte për shembull namazin natës e kompensonte me 104 ditën, nëse ikte me agjerim nafile, kompensonte me ditë tjera, pra ndëshkonte veten e tij dhe edukonte veten e tij për adhurim ndaj Zotit xhalla xhelalu. ونحن نقول هناك الإخوان دائما نذكرهم ووجدوا فائدة في هذا أن الإنسان إذا وجد عنده تقصير في شيء أو ما يشعر بشيء يقول اللهم من أجل هذا الشيء أصبح يعني شيء ما أشعر به أنا سوف أصلي مثلا 10 ركعات وسوف أقرأ مثلا بقرة مرتين وهكذا يرفع صوته. الشيطان عندما يسمع يقول شوف نفعل معه شيء وهو يفعل شيء. Toto vlezër tonë ne kemi provuar me vlezër të smura tjetër në vendin tonë. Kur kanë pas probleme të tilla e kemi thonë thuj në zotlar, ose me që po mndot kjo gjë që nuk po ndjen përsinë e imanit e tjerë, do të thuaj sot, me që unë ka humbur kjo që unë ndjesh atje, po më lecu 3 herë sunë në përkare, po më fal kaq herë katë, çastin tonë që shejtani do të djaj, do ta gjeni një duke po këtë lloj zotimi për Zotin e tij, ka më të ras vrap, kam të shtu. Edhe yumkin المسحور المسحور Pyetja tjetër ishte a mundet që një grua që është bërë magji të mbesë shtatzën, po mundet të mbesë shtatzën? حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ننتهي بعض مسحورات المرشدين حملت الأول وشعرت بالآلام والشياطين يتكلم وسنفعل غدا وسنفعل وضعت وحملت بالثاني والآن الثالث. Thotë vëllezër, nëse ka pas Zoti ynë për tot në tin, atë nuk mund ta dëmtoj asgjë. E pas rasta do të motra muslimane thotë, që ka qenë në magji. E I kanë folë që do ta mbysim, do ta bëjmë, do ta abortojmë ku dëgjon e tjerë, e ka lind parën me dhimbje me probleme gjatë 6 stacionisë e tjerë. Thotë ka lind dytin, tani është në tretin. يا اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم كل اجتماع في السماوات والارض على ان يضروه بشيء لم يضروه بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليه. Po vëllezër, po pejgamberi sa ka thonë se kur gjithë banorët e qiellit të tokës ti bëjnë njëri për të bëu keq, nuk mund të bëjnë keq vetëm se çka ka shkruar Zoti xhalla xhelalu për të. Dhe Zoti lidhet me bëu mirë, nuk mund të bëjnë mirë vetëm se çka ka shkruar Zoti xhalla xhelalu për të. ولا تفكر في ساحر ولا شياطين Mos më nësh të thotë për xhin dhe po shejtan dhe po magjistarët,
ti ke punë me Allahun xhalla xhelalu. أنت على طاعة الله الذي يصيبك لم يكن ليخطئك. Ti bindë Zotit sa ai që të not nuk ka pas se si mos më të not. والله حتى لو بدون سحر ما تحمل مثل هذا. Ka raste që pa magji s'ka pas mbesh ta zënë, nuk është problem. وكلنا رأينا بعض النساء ما فيهم سحر وما يثبت شيء. A nuk kemi pa në raste motrash muslimane që s'ka magji pas mbesh ta zënë. وجعلنا نشاء عقيم. الله سبحانه. Se Zoti thonë e bën këtë lloj steri. فهذا الله سبحانه وتعالى جعله فقط بهذا السبب والذي أراد من الله سبحانه وتعالى. Mund të ketë rast për shkak të magjisë, mund të ketë rast se s'ka magji hiç. Ka deri Zoti لا caktuar. أخوفكم ولكن أختم بقصة هذا. Po vëllezër, unë nuk do të friksoj, po do ta mbyll me një ngjarje. كنت في محاضرة في جنوب السعودية. في محاضرة في جنوب السعودية. Po baja një ligjërat në jug të Arabisë Saudite. وكان يوم الثاني يوم جمعة وذهبت فعلت محاضرة خطبة الجمعة في السجن. فعلت خطبة الجمعة في السجن. Thot, shkova pastaj të mbaj ditën e dytë një khutbë, pra ligjërat të xumas në burg. فقالوا عندنا هنا شخص فعل شيء ونظنه مسحور. قلت لهم ماذا فعل؟ قال هذا رجل أكل زوجته. Thot, më thanë për njënin aty o sheh, a do të unë një aty, se ka vëllezër që po zjatën shumë atë mbrapa, unë një qitë. A ke falë, Zotë e falë. Bidun. Thonë o sheh, mas i majta khutbën e xumas thot në burg, më thanë o sheh, kemi njënin këtu tha që është smu. Më duke se ka magji. Se që ka thonë? Thot shehu thot, ka thonë që ka ngrënë grunë e tij. قلت لهم كيف؟ قال هشها وشعرها خرجه وقدها فكه. Po thash po pse ka ngrënë, po si. Ja që do, e ka morë për flokë, ka buzaj, ka ndamë në trafisë. قالوا تريد أن تراها؟ قلت لهم نعم وكان عندي هكذا قريب نفس كيف يكون شكل هذا الرجل. Më thanë sheka, do me e pakën tipin? Sa shehu thot, pa të thash të po me thonë dhe dhe thonë, që më një shkatë. فجاءني شاب سبحان الله يعني نحيف وشكله فيه الأدب وفيه الخير وفيه الدين سبحان الله. Merdi thot, një quni dobë, thot i ri, thot duke që i kishte feja, adhurim, bindjen nga Zotë Gjellë Gjellatë. جلس بلاني وقلت له اعطيني القصة ماذا حدث؟ A i mund afër meje, thot, i thash, më tregot që ka no. سألته وقلت له تعرف في الإنترنت شيء؟ قال نعم. E pyeta, thot, i thash, ke gjë, i fundesh gjë në internet? قلت طبعا. له تدخل في هذه المواقع التي ليست جيدة؟ قال نعم. Thash, mos e fut gjën ato website që janë jo të mira? Tha po. قلت له تشعر شيء في جسمك؟ Thash, në tjetë gjë në trupin tëtë? قال قبل الحادثة ب4 أيام أو 5 أيام قال شعرت بشيء دخل هكذا في جسمي Thot, 4 ose 5 ditë, مثل هواء والريح. do të 4 ose 5 ditë para se të ndodhë dhe këtë ngjarje, unë ndjeva se diçka më fut në trupin tim. Si tip ere, si tip. وهو يصلي ويصوم من أهل الطاعة. E ishte për atyre që falen, agjerojnë për atyre që adhurojnë Zotën Gjellë Gjellatë. كلنا ذنوب ومعاصي. Gjithë në vëllezër në katë dhe në gjuna. فلهذا نحن نقول دائما نفتش على أنفسنا. Për ta që themi kontrollojmë vetët tona, لا analizojmë vetët tona. نفتش على أنفسنا من وقت الالتزام، لا نفتش أن عندنا أخطاء قديمة قد يحاسبنا الله عليها الآن في الدنيا قبل الآخرة. O vëllezër, mos mendojmë kur jemi kap fort në fe, se mund kemi gjëra që ne kemi edhe kur jemi fort në fe dhe nuk kemi qenë rregulluar mirë etj dhe Zoti do ndoshta përndesh të ditajnë jetën e kësaj bote prasë më shkuna herë. بعض السلف يقول كنت يعني يصيبني بلاء قال فأتذكر ذنب قبل 20 سنة وقبل 40 سنة. Na njëri për kurave të hershëm presidente thoshte ndodhet diçka dhe më kujtojti një mëkat që kisha bërë para 20 vjeç ose para 80 vjeç ose para 40 vjeç. نعود لقصتنا. قال هذا جلست مع زوجتي في تلك الليلة وأتكلم معها كلام وأخبرني بهذا الكلام كلام عجيب، كلام فيه عاطفة ومحبة وكل شيء. Thot atë natë, una me bashkëshortën time dhe më tregoi çfarë kishte folë. Fjalë kanë ka thot buta, dashuri e gjitha. قال ثم قمت لأصلي. Pastaj thot u çova më u fal. وضعت كوفية في رأسي قلت هذه صغيرة وقربت هذه
في أفضل منها مصباح تأخذ واحدة وفي Thot, edhe fillon të thotë, marrë i takije me vën koks për që jo vuna i tjetër, kështu më radhë. جاز التي تقول لهم ماذا تصنع؟ قالوا لي الصديقات له إلا نغدا العمل خلاص تعالى. Erdi gruaja dhe i tha, që do më bëhë, tha do më falë, tha leja se nesër kina punë, për të lavë. قال ذهبت للنوم فأنظر في هكذا شيء يقول لي يعني لابد أن يعني تعضها من هنا حتى يعني تظهر لها محبة كثيرة. قال فوجدت نفسي أخرج هذا أقلعه قلعا. Thot, kur shkova në ushtri, thot, masën e nuk u falë, edhe shkoj. Thot, diçka po më thoshte që kape këtu me fjalë, po kape fort që të regosh se e do fort. Edhe e kapa, thot e kapshova e hoqja. قال وأراها تعض في يده هي تعض قال ما أشعر بشيء. هي تعضه يعني شعرت الألم تعضه وتتركها فتعضه هنا حتى يتركها قال أنا ما أشعر بشيء. Thot, kur e pa gruaja në gjendje me fjalë kishte hangur ndorë që ta lëshonte me ta linte, mos nisha asnjë gjë. قال هكذا مثل حين قالوا لك افتح فما هكذا أو ينكسر هكذا في Nuk e di thot se çfarë ndodhi. Unë e hapsha gojën dhe u ndajtë në dy pjesë. شعر في يدي دم هكذا في لحظات كل شيء. Çdo gjë që do të ndodh në disa çaste. Në disa çaste, nuk se ma gojën kokën do të ndajtë dy pjesë gjaku, flokë. الإخوة الذين في السجن يقولوا يعني عندما نظرنا قلنا يعني ما رأينا مثل هذا. Të shokët e burgut thoshën kur kemi parë njëri në fjalë thoshën s'ka si ky. فقلت له تشعر بشيء في جسمك؟ قال قال نعم أشعر في ظهري وكذا. قال إلا أني أنا كل يوم الآن أقرأ سورة البقرة مرة أخرى. Kur fillova me lexuar tash ndjen gjë, tha po ndjen do të ndjerën ndesë shpinën kështu, por se tani u kam arritur në një fazë që lexoj surën e Al-Baqara një ose dy herë në vit. فقلت له ما حكم الآن؟ هل سيكفر عنه لو عنه في شيء؟ قالوا لا محكوم عليه بالجنة. Pyet ato atje, pyet ato burgu thot. Me që u mësua gjendja e tij që ka qenë në gjendje të tillë domethënë, ato të lehtësohet dënimi, thamë ja, është dënuar me ekzekutiv. هناك أشياء كثيرة الإنسان ما يتنبه لها ولكن قد تضره. Në disa gjëra që njëri ndoshta nuk mund të kushtohet në si, mirë po mund ta dëmtojnë ato. فلهذا الإنسان دائما يمشي على الحذر. Për këtë arsye njeriu gjithmonë duhet të ecë me kujdes, ويتعامل مع الله سبحانه وتعالى بحذر. të sillet me Zotin me kujdes. تلعب مع كل الناس لكن لا تلعب مع الله. Ti mund të flasësh me njerëzit, por me Zotin nuk mund të flasësh. ولكن الذي يحدث من أكثر الناس العكس. Ai që ndodh me njerëzit është e kundërta. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أنه كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا في مستقر رحمته وفي دار كرامته. Nësë Allah më gjëllë e gjëllatë më emët e ti bukur, më atributët e ti plaka, si që në kam bletën dhe në mbledhin në vendet e mëshirës ti, gjennetet e ti. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كيد السحابة في نحورهم وأن يكفينا شرهم وأن يجعل بأسهم بينهم شديدا. E nësë Allah më gjëllë e gjëllatë që purtët e magjistarëve të kthej kundra tyre, e nësë Allah më gjëllë e gjëllatë të shkatrojë me gjithë e tyre, nësë Allah më gjëllë e gjëllatë që të vendosi armiqësi dhe luftë mes tyre. وأن يشفي كل مسلول ومبسوس ومحسود. E nësë Allah të shërojë çdo njeri që ka magji, çdo njeri që është i prekur nga xhin, dhe çdo njeri që është i prekur nga të ngrënit të sysh. وأن يصبرهم ويعظم أجرهم. Nësë Allah që atyre të japi durim, e të ashtojë shpërblimin. ونسأل الله سبحانه وتعالى أننا عندنا دورة بهذه الدورة سبحانه وتعالى أن يكون هناك دليل للسحرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابر السحرة من هذه البلاد كل بلاد الإسلامية. Ne kemi nisë një kurs në Elbasan për këtë punë, edhe në Zotin që ma të njerëz që do dalë prej këtij kursi, Zotin zëvendësohet gjithë ata që merren në punëqia, gjithë magjistarët me njerëz të mirë dhe të devotshëm që i friksohen Zotit dhe që punojnë në Kur'an dhe në Sunet. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والذي استمع يبلغ ما سمع. Allah është shërbim më mirë që ishit kaq në mendshëm dhe durueshëm, ai që dëgjoi të tjerë argumente të mësojë atyre që nuk ishin prezente. Allah është shërbim më mirë, Zoti ndërohet.